Marrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit dhe kam kënaqësinë që në shenjë të ditës botërore të konsumatorit të hap diskutimin rreth një teme me rëndësi etike siç është produkte të sigurta, konsumator që besojnë. Tema në fjalë e caktuar si gjithherë tash e përmbi 40 vite nga OJC Ombrell Konsumatori ndërkombëtar, që aktualisht numëron qindra antar OJC nga rreth 120 shtete të ndryshme dhe ka mbështetjen e aktorëve me pesh siç është Organizata e Kombeve të Bashkuara, ka për qëllim të adresojë sigurinë e produkteve dhe si ajo ndikon në rritjen e besimit tek konsumatorët. Siç e dimë, në jetën e përditshme ne kemi nevojë për lloj-lloj produkte të ndryshme, por sa mendojmë mbi sigurinë e tyre përpara se t'i blejmë ato. Pasur parasysh që siguria me këtë rast nuk është vetëm një çështje cilësie, por që ndërlidhet njashtu me shëndetin personal dhe familjar, apo edhe zhvillimin e gjithëbashëm ekonomik të secilit vend. Prodhuesit dhe tregtarët kanë përgjegjësinë kryesore sa i përket sigurisë së produkteve. Ata duhet të sigurohen që në rend të parë, produktet që prodhojnë apo shesë janë cilësore dhe të sigurta për përdorim. Për shembull, ushqimet duhet të prodhohen dhe të ruhen në kushte të mira higjienike, lodra duhet të jenë të sigurta dhe pa pjesë që mund të shkaktojnë rrezik, shembull për fëmijët, ndërsa pajisjet elektronike duhet të prodhohen sipas standardeve të sigurisë që parandalojnë rreziqet gjatë përdorimit. Para se një produkt të dalë në treg, ai duhet të kalojë nëpër procese të ndryshme kontrolli dhe testimi. Këto procese bën për të siguruar që produkti nuk përmban materiale të rrezikshme dhe që mund të përdoret për pa shkaktuar probleme. Prandaj kjo edhe është arsyeja kryesore që kompani serioze investojnë në teknologji moderne, në laboratore testime dhe procese prodhimi sipas standardeve të akredituar ndërkombëtare. Qëllimi i tyre është të krijojnë produkte që janë të besueshme dhe që plotësojnë nevojat pa rrezikuar shëndetin e konsumatorëve. Përveç prodhuesve, organet përgjegjëse institucionale kanë gjithashtu një rol shumë të rëndësishëm në mbrojtjen ndaj produkteve të rrezikshme. Këto institucione, siç është edhe Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorit, hartojnë rregullat që duhet të respektohen nga kompanitë e shitjes dhe prodhuese. Në bazë këtyre rregullave pastaj bën dhe kontrole për të siguruar që produktet të cilat shiten në treg janë të sigurta dhe cilësore. Dhe këtyre çështje do na flas më shumë besoj pak më vonë Inspektorati i Tregut dhe Inspektorati Sanitar. Element tjetër shumë i rëndësishëm për sigurinë e produkteve është edhe informacioni që ofrohet për produktin. Këtu po përmendim etiketat e produkteve, të cilat përmbajnë informacione etike për konsumatorët, si përbërja e produktit, mënyra përdorimi, data e prodhimit apo skadimit. Çështja e etiketës është e rregulluar prej kohësh tash edhe me ligjin për mbrojtjen e konsumatorit, prandaj paraqet një kategori të veçantë të ankesave në kuadër të departamentit. Këtu mund të përmendim ankesat që kanë të bëjnë me datën e skadimit të produkteve që marrim shembull vetëm gjatë vitit 2025 kemi trajtuar më shumë se 200 ankesa të këtyre natyrave. Edukimi i konsumatorëve është gjithashtu shumë i rëndësishëm sepse kur ata janë të informuar për të drejtat e tyre dhe mënyrën se si duhet të zgjedhin produktet, janë më të vetëdijshëm dhe më të mbrojtur. Prandaj shkollat, mediat, institucionet, sidomos shoqëria civile, duhet luajnë rolin kryesor në informimin dhe edukimin e konsumatorëve. Në këtë kundër, konsumatorët duhet të jenë gjithashtu edhe vetë të kujdesshëm gjatë blerjes së produkteve, sepse duhet të kontrollojnë paraprakisht paketimin, etiketën dhe informacionin e dispozicion. Siguria e produkteve mbahet pesh edhe për nga perspektive ekonomike, sepse krijon besim mes konsumatorëve dhe subjekteve që prodhojnë apo shesin produkte. Besimi është gjithmonë shumë i rëndësishëm për zhvillimin e shëndosh të tregut, sepse kur konsumatorët kanë besim në një produkt apo markë tregtare, ata janë më të prirur të blejnë atë dhe në të ardhmen, duke ngritur kështu dhe standardin e pritshmërisë dhe kualitetin e produktit. Pra në përmbledhje produkte të sigurta nënkupton konsumator më të mbrojtur, më të informuar dhe me besim më të lartë, dhe kjo gjë mund të arrihet vetëm kur prodhuesit respektojnë standardet dhe rregullat e cilësisë, institucionet bëjnë kontrollet e nevojshme, ndërsa konsumatorët janë të informuar dhe të kujdesshëm,
duke mundësuar një kompeticion më të drejtë në treg, më të qëndrueshëm, më të sigurt dhe më të besueshëm për të gjithë. Faleminderit për vëmendjen dhe urimet dita ndërkombëtare e konsumatorit. Tash sipas agjendës, fjalën e rastit ka Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, zonja Kusari Lila. Po, Ministre. Faleminderit shumë, drejtor. Përshëndetje për të gjithë të pranishmit. Ju falenderoj për prezencën tuaj sot këtu, 2 ditë para ditës zyrtare botërore për mbrojtjen e konsumatorit. I nderuar zoti Tërshnjaku, i nderuara zonja Krasniqi, i nderuar zoti Dërvari, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, zonja Beka, zotri Sokolaj, të dashur qytetarë dhe konsumator. Është kënaqësi për mua që si ministre që në fillim të mandatit, nëse mund të quajmë ende fillim 1 muaj nga marrja e mandatit, po shënojmë ditën botërore të konsumatorit, e cila më shumë se sa vetëm një simbolik në vete, paraqet një datë e cila duhet të tregoj dhe të na rikujtoj peshën e përgjegjësisë që e kemi gjithë ne në aspektin institucional, të gjitha kompanitë dhe gjitha korporatat që ofrojnë produkte dhe shërbime në treg, e natyrisht edhe gjithë qytetarët për të drejtat e tyre. Si shoqëri demokratike me një ekonomi të lirë të tregut, Kosova po ecën sigurt drejt funksionalizimit të mekanizmave të vet, që jo vetëm e mbrojnë konsumatorin, por edhe i paraprin rrugës për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe social. Si ministre, në kapacitetin tim, që në fillim apo në ditët e para të marrjes së mandatit, kemi filluar komunikimin me konsumatorët përmes natyrisht Departamentit për mbrojtjen e konsumatorit, kemi filluar lehtësimin e mekanizmave të komunikimit prej konsumatorëve tek ne, e gjithashtu kemi demonstruar se jemi të përkushtuar jo vetëm në ngritjen e standardeve dhe lehtësirave për të bërë biznes, por gjithashtu edhe në ofrimin e sigurisë për produkte dhe shërbime për qytetarët tonë. Rastisi që në këtë muaj të ballafaqohemi edhe me sfidën e furnizimit me derivate, një sfidë e cila vije si rrjedhoj e ngjarjeve gjeopolitike jo afër nesh, por definitivisht me ndikim madh tek ne, për faktin se të gjitha derivatet që blihen në tregun ton janë të importuara, andaj edhe masa e parë që u mor në fillim të këtij muaji me 4 mars kishte të bënte në mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve në raport me lëvizjet që mund të bëhen të pakontrolluara për çmimin e naftës, por gjithashtu edhe ofrimi i mundësisë për një treg të lirë dhe konkurrencë të barabartë. Jemi në fazën finale të gjithësisht të finalizimit të platformës Blej Sigurt, platformë kjo e cila ka filluar të përgatitet më herët, por e cila ende nuk ka arritur të plasohet dhe të jetë e përdorur në masë, por që synojmë të lehtësojmë qasjen e ankesave të qytetarëve, shpejtojmë reagimin e mekanizmave mbrojtës dhe sigurojmë transparencë, drejtësi, informim të saktë, zgjedhje të lirë e trajtim të drejtë të barabartë për gjithë konsumatorët. Jemi të angazhuar drejt përmirësimit të infrastrukturës ligjore, regulative, funksionalizimin e mekanizmave përkatës dhe mobilizimin e gjithë resurseve njerëzore që sigurojnë adresim të shpejtë dhe korrekt për çdo ankesë që pranohet nga qytetarët e vendit. Krahas punës për funksionalizimin e plot të Këshillit për mbrojtjen e konsumatorit, shumë shpejt do të fillojmë edhe hartimin e programit 2026-2030 për mbrojtjen e konsumatorit. Mbrojtja e konsumatorit është një fushë shumë dinamike në Bashkimin Evropian, e cila zhvillohet vazhdimisht me masa të reja. Kjo nga ne kërkon një bashkëpunim të ngushtë, ndërinstitucional, qeveritar, akterëve jo qeveritar, krahas edhe harmonizimit me parimet dhe rregullat e Bashkimit Evropian. Është thelbësore që në të gjitha institucionet të vazhdojmë të punojmë në fuqizimin e mekanizmave, në adresimin e shqetësimeve, ankesave, duke ju mundësuar konsumatorëve çdo herë qasje të lehtë, efektive dhe për të raportuar rrezikueshmëritë, padrejtësitë apo potencialisht mashtrimet në tregun e brendshëm. Në këtë rast po e përmend faktin se kemi pasur, siç e tha edhe drejtori, shtimin substancial të numrit të ankesave përmes drejtorisë në kuadër të mintit, dhe rritja e numrit në 3200 ankesa në nivel vjetor mund vetëm të mirët si një ngritje edhe e vetdije së qytetarëve për të drejtën e tyre, ta kërkojnë atë drejtë për çka i inkurajojmë në masë dhe do sigurohemi që të lehtësojmë dhe të shohin drejt për drejt edhe
reagimin tonë në raport me ngritjen e ankesave nga ana e tyre. Në përmbyllje, dua të ritheksoj se si Ministri e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit do të vazhdojmë përpjekjet drejt forcimit të mekanizmave për mbrojtjen e konsumatorit në vendin tonë. Prandaj ftoj të gjithë qytetarët, organizatat jo qeveritare, por gjithashtu edhe bizneset, që mos ta shohin këtë komunikim tonin si çështje e mbizotrimit të institucioneve ndaj kompanive, por më shumë si hapje e dialogut, si përgjegjësi që ata e kanë jo vetëm ligjore, por edhe përgjegjësi shoqërore të korporates, në ofrim të drejtë, në informim të saktë dhe natyrisht në mbajtje të kualitetit të produkteve dhe shërbimeve që i ofrojnë qytetarëve. Mua nuk do më gëzonte fakti të kemi rritje të numrit të dënimeve, mua do më gëzonte fakti të kemi siguri, kredibilitet dhe bashkëpunim ndërinstitucional që do sillte besim të shtuar edhe tek qytetarët për produktet dhe shërbimet që i marrin. Ju faleminderit dhe ju uroj një ditë të punë të mbarë në shënimin e kësaj dite, por nuk përmbyllet me një ditë. Kjo është një punë e vazhdueshme e jona e ne do i kthehemi aktiviteteve prap gjatë muajit mars dhe gjithsesi muajve e viteve në vazhdim. Ju faleminderit. Faleminderit shumë zonja ministre. Tani sipas agjendës fjalën e kanë antarët e Këshillit për mbrojtjen e konsumatorit. Me këtë rast jemi mundu me përzgjedh ata që ballafaqohen me rregullimin e produkteve të sigurta. Pra, sipas agjendës fjalën e rastit e ka zotri Ibrahim Tërshaku, kryeinspektori i Inspektoratit Sanitar në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Po, zotri Ibrahim. Faleminderit ministre për fjalën e dhënë, faleminderit drejtor, përfaqësues të Këshillit, të gjithë pjesëmarrës sot në këtë tërheqës me të cilën festojmë ose reflektojmë një pozitivitet në ditën kur ne jemi gjithë konsumator para së gjithash, e mandej jemi institucionalist apo qeveritar të ndryshëm. Kemi një organizim të ditës së suksesit dhe të atyre të cilët kemi pas ndoshta edhe të meta dhe gabime në rolin tanë si institucionalist. Po kjo ditë shfaq një reflektim pozitiv të ndërlidhur me gjitha institucionet shtetërore, me prodhuesit, me operatorët e biznesit për të garantuar konsumatorën e fundit me produkte të sigurta dhe mbrojtjen e përgjithshme të shëndetit publik, një ndër motot e përgjithshme dhe të vazhdueshme, qoftë edhe nga organizata botërore e shëndetësisë dhe organizata tjera në botë. Pra, në këtë kontekst, një ndër problemet më sfiduese është çështja e sigurisë ushqimore, me të cilën të gjithë ne kemi një kërkesë të konsekuente në këtë drejtim, që të kemi ushqime të sigurta, që konsumatori të ndihet i sigurt, që ta mbrojmë shëndetin e konsumatorit. Kosova ka konsoliduar një kornizë të mjaftueshme ligjore, një administratë dhe organe të ndryshme ekzekutive, që ta menaxhojmë këtë çështje, qoftë duke u nisur nga pasiguria e produkteve të cilët sillen në treg, duke u nisur nga një trend global shumë i shfrenuar, dhe ne si institucione duhet të përgatitemi maksimalisht në këtë globalizim, duke u nisur edhe nga trendet e inteligjencës artificiale të cilët kanë bërë një bum të madh qoftë në sigurinë e ushqimit, qoftë në shëndetin publik dhe në të gjitha hallkat tjera të jetës sonë. Për të arritur suksesin e përgjithshëm, unë mendoj se duhet të jetë konsumatori jashtëzakonisht i informuar. Ne, kur thamë se kemi krijuar një kornizë të mjaftueshme administrative, Departamenti për mbrojtjen e konsumatorit, njësia në polici, të gjitha dikasteret në ministri të ndryshme, kanë krijuar dikasteret të ndryshme që të marrin informata sa më shumë nga konsumatori i parë. Dhe në këtë drejtim kemi qenë gjithmonë vigjilent, të saktë që ato ankesat të shqyrtohen në afatin sa më të shpejt real, që është e mundshme dhe operatori ekonomik të ndërshkohet. Në këtë drejtim nuk duhet ta kemi
edhe masën edhe karakterin vetëm dëshkues si organe ekzekutive, por duhet të ndikojmë në ngritjen e vetdijes që operatorët ekonomik të krijojnë kushte dhe standarde higjieniko-sanitare që të kemi ushqim të sigurt. Mund të themi se nga vendet e rajonit, vitin e kaluar kemi pasur, po them minimalisht, helmime me ushqim në raport me vendet tjera, dikun 18 raste të intoksikacioneve alimentare. Kjo është një fakt me të cilën është identifikuar edhe nga institucionet relevante, Instituti i Shëndetit Publik dhe të tjerët, dhe ne jemi gjithmonë konsekuent që rastet e këtilla gjithmonë të jenë me prioritet lartë për institucionet shtetërore. Unë, po në këtë vit të kaluar, kemi shqyrtuar ankesa, kemi shqiptuar gjoba, kemi arritur të evitojmë disa probleme shumë sensitive të sigurisë ushqimore, të cilën për konsumatorin e fundit duhet jenë ushqimi i sigurt, konsumatori i sigurt. Motoja botërore në këtë vit është kjo. Në këtë mision timin që më ka ra të udhëheqi, do të jem jashtëzakonisht vigjilent, me plot emocion moral dhe ligjor, që të gjitha ankesat e konsumatorit të jenë prioritet mbi prioritetet. Por ndërlidhja dhe bashkëpunimi me institucionet në varësi, e posaçërisht me konsumatorin, duhet jetë në nivelin shumë të lartë. Si mision i Këshillit për mbrojtjen e konsumatorit, duhet jetë edhe zgjerimi i të gjithë zyrave në për gjitha komunat e Kosovës, që informatori i parë të jetë jashtëzakonisht i informuar dhe lehtë të interpreton apo të dërgon mesazhin deri te organet të cilët duhet ta shqyrtojnë ato. Faleminderit ministre, faleminderit të gjithëve. Nëse keni pyetje, do të kemi sigurisht kohë t'ju përgjigjem. Faleminderit shumë zoti Trshnjaku. Tani fjalën ja kaloj zonja Elma Krasniqi, kryeinspektore e Inspektoratit të Tregut, Inspektoratit Qendror tashme emërtimin e ri. Nderuara Ministre zonja Mimoza Kusari Lila, nderuar drejtori i Departamentit për mbrojtjen e konsumatorit zot Rishala, nderuar zotëri Trshnjaku, të nderuar përfaqësues të institucioneve, organizatave dhe mediave, të dashur qytetar. Kam nderin dhe kënaqësinë që sot nga pozita e ushtrueses së detyrës së kryeinspektorës në Inspektoratin Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut, të ju drejtohem në këtë tryezë të organizuar me rastin e shënimit të ditës ndërkombëtare të konsumatorit. Dita ndërkombëtare e konsumatorit nuk është një ditë simbolike në kalendar. Ajo është një rikujtim i fuqishëm për rëndësinë e mbrojtjes së konsumatorëve dhe për përgjegjësinë që të gjitha institucionet, bizneset dhe shoqëria në tërësi kanë për të siguruar që tregu të funksionojë në mënyrë të drejtë, transparente dhe mbi të gjitha i sigurt për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Siguria e produkteve është një nga shtyllat më të rëndësishme të mbrojtjes së konsumatorit. Çdo produkt që vendoset në tregun e brendshëm duhet të jetë i sigurt për përdorim dhe që të përmbush të gjitha kërkesat e përcaktuara me legjislacionin në fuqi dhe standardet përkatëse. Konsumatorët kanë të drejtë të blejnë produkte që nuk paraqesin rrezik për shëndetin, jetën dhe mirëqenien e tyre. Dhe kjo e drejtë është themelore në çdo shoqëri që synon zhvillim të qëndrueshëm dhe një ekonomi të drejtë të tregut. Në këtë kuadër, roli i institucioneve mbikëqyrëse është jashtëzakonisht i rëndësishëm, madje edhe thelbësor. Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut, në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, është i përkushtuar që përmes kontrolleve dhe mbikëqyrjes së tregut të garantojë që të gjitha produktet që çarkullojnë në tregun e brendshëm të jenë në përputhje me të gjitha standardet dhe kërkesat dhe të jenë produkte të sigurta. Në këto momente kur ne po flasim, Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut është duke përmbyllur një aksion të gjerë me doganën e Kosovës, me që rast kemi ndaluar mbi 38.000 produkte të lodrave të fëmijëve dhe mbi 400 sosh i kemi sekuestruar në tregun e brendshëm. Vlera e të cilave do të thotë kalon mbi 100.000 euro. Po ashtu në të njëjtën kohë, do të thotë jemi duke zhvilluar një aksion
me zyrtarët nga Autoriteti i Konkurrencës dhe Administratën Tatimore të Kosovës, me qëllim do të thotë mbikëqyrjen e zbatimit të vendimit të ministrës në këtë rast sa i përket respektimit për marshën tregtare të caktuar për produktet e derivateve të naftës. Përmes aktiviteteve të rregullta, inspektuese, kontrolleve të produkteve, bashkëpunimit me institucionet relevante dhe ndërmarrjes së masave ndaj subjekteve ekonomike që nuk respektojnë legjislacionin në fuqi, ne synojmë që të krijojmë një mjedis ku konsumatori është prioritet i padiskutueshëm. Megjithatë, duhet të theksuar se mbrojtja efektive e konsumatorit nuk mund të arrihet vetëm përmes veprimit të një institucioni. Ajo kërkon një qasje të koordinuar dhe bashkëpunim të vazhdueshëm ndërmjet të gjitha institucioneve përgjegjëse, autoriteteve të mbikëqyrjes së tregut, organizatave të shoqërisë civile dhe sektorit privat. Operatorët ekonomik po ashtu kanë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe përgjegjësi të drejtë për drejtë në këtë proces. Vendosja në treg e produkteve të sigurta nuk është vetëm një detyrim ligjor, por është edhe një detyrim moral e madje edhe profesional ndaj qytetarëve. Një biznes që respekton standardet e sigurisë dhe cilësisë ndërton besim me konsumatorët dhe kontribon në krijimin e një tregu të qëndrueshëm dhe konkurrues. Në të njëjtën kohë, roli konsumatorit është gjithashtu jashtëzakonisht i rëndësishëm. Një konsumator i informuar, i vetëdijsuar për të drejtat e tij, është aktiv në raportimin e parregullsive në treg, është një partner i rëndësishëm në forcimin po ashtu të mbrojtjes në forcimin e sistemit të mbrojtjes së konsumatorit. Për këtë arsye, përveç aktiviteteve të mbikëqyrjes së tregut, është shumë e rëndësishme të vazhdojmë të intensifikojmë më tutje edhe edukimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve lidhur me sigurinë e produkteve, të drejtat e tyre si konsumator dhe mekanizmat institucional për adresimin e ankesave të tyre dhe gjitha shqetësimeve po ashtu. Në të njëjtën kohë, kur tregjet janë gjithnjë më dinamike dhe kur produktet qarkullojnë me një shpejtësi të madhe në nivel rajonal e madje dhe global, sfidat për garantimin e sigurisë së produkteve bëhen gjithnjë më komplekse. Prandaj, forcimi i mekanizmave të mbikëqyrjes së tregut, harmonizimi i standardeve dhe bashkëpunimi i ngushtë ndër institucional janë elemente kyçe për të siguruar një nivel të lartë të mbrojtjes së konsumatorit. Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut mbetet i përkushtuar që të vazhdojë të forcojë kapacitetet institucionale dhe të kontribuojë në ndërtimin e një tregu ku siguria e produkteve, cilësia dhe besimi e konsumatorëve janë në qendër të aktiviteteve dhe veprimeve tona. Në përmbyllje, më lejoni të theksoj se mbrojtja e konsumatorit është një përgjegjësi e përbashkët dhe një investim i drejtë për drejtë në mirëqenien e qytetarëve dhe po ashtu në zhvillimin ekonomik edhe të vendit tonë. Vetëm përmes përkushtimit të përbashkët dhe bashkëpunimit të sinqert mund të ndërtojmë një treg të sigurt, të drejtë dhe të besueshëm për të gjithë. Siç jeni në dieni, drejtori edhe i përmendi që Departamenti për mbrojtjen e Konsumatorit vetëm gjatë vitit që sapo lan pas ka pranuar 3200 ankesa të konsumatorëve, ku 1493 prej tyre janë adresuar në Inspektoratin Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut, të gjitha të adresuara dhe shqyrtuara në përputhje me gjitha afatet ligjore dhe kryesisht mbi 95% të ankesave të adresuara në Inspektoratin Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut kanë rezultuar se janë zgjidhur në favor të konsumatorëve, respektivisht do thotë të njëjtat kanë qenë të bazuara. Ju faleminderit edhe një herë për vëmendjen tuaj dhe për kontributin tuaj në forcimin dhe fuqizimin e mbrojtjes së konsumatorit. Ju faleminderit. Faleminderit shumë zonja Krasniqi. Tani fjalë sipas agjendës fjalën e ka zonja Suzan Dervari. Zonja Dervari është pjesë e Këshillit për mbrojtjen e konsumatorit dhe përfaqëson Bankën Qendrore të Kosovës, një pjesë e mirë e ankesa prej departamentit drejtohen tek ky institucion. Përpose do na flas për punën e institucionit të saj, ka temë interesant shumë për konsumator me nevoja të veçanta. Po.
Përshëndetje të gjithëve, faleminderit zotërin Jazi Shala, e nderuar zonja Kusari Lila, e nderuar zoti Shala, e nderuar zoti Teshnjak dhe të gjithë anëtarët e Këshillit të Mbrojtjes së Konsumatorit, po ashtu të nderuar gjithë të pranishëm. Roli ynë si Bankë Qendrore e Republikës së Kosovës në mbrojtjen e konsumatorit është që të sigurojë që interesat të mbrohen sa më mirë, duke rritur njëkohësisht edhe mbështetjen dhe besimin në sistemin financiar përmes kornizës ligjore, rregullative dhe mbikëqyrëse. Me hyrjen, ndoshta keni ndëgjuar se ligji për bankat është miratu dhe ka hyrë në fuqi tash në janar 2026, ku si ligj neve na fuqizon sa më shumë përgjegjësinë e Bankës Qendrore në atë aspekt të mbrojtjes konsumatorit që i përket produkteve dhe shërbimeve financiare, të cilat rregullohen edhe përcaktohen edhe me ligjin për mbrojtjen e konsumatorit. Në kuadër të Bankës Qendrore, përgjegjësia e mbrojtjes konsumatorit është në Departamentin e Mbrojtjes Konsumatorit që përbëhet prej 2 divizioneve. Divizioni i shqyrtimit të ankesave që mirret me trajtimin dhe shqyrtimet e gjitha ankesave të konsumatorëve apo të klientëve të produkteve dhe shërbimeve financiare, si dhe divizioni i mbikëqyrjes së praktikave të sjelljes në treg që punon në shpalosjen e kërkesave ligjore, rregullative dhe mbikëqyrëse ndaj të institucioneve financiare ndaj klientëve apo përkatësisht konsumatorëve. Një hap të rëndësishëm që dua të përmend është se Banka Qendrore në vitin 2025, në prill faktikisht, është bërë antare e asociuar në organizatën ndërkombëtare për mbrojtjen e konsumatorit në Finconet, e cila është organizatë me seli në Paris dhe promovon mbrojtjen konsumatore në pajtueshmëri me standardet më të mira ndërkombëtare sa i përket mbikëqyrjes së praktikave të sjelljes në treg që i përkasin sidomos produkteve dhe shërbimeve financiare. Për këtë edhe BQK-ja ka filluar të avancojë mbikëqyrjen e praktikave të sjelljes në treg, dhe me qëllim të kësaj është të marrë për bazë zakonisht me qenë se jemi në proces të anëtarësimit në EU, direktivat më të mira ndërkombëtare që i përkasin Bashkësimit Evropian që kanë të bëjnë me mbrojtjen e konsumatorit dhe kërkesat e shpalosjes ndaj produkteve dhe shërbimeve financiare. Qëllimi që jemi e punuam në këtë moment në kornizën rregullative që i kemi finalizu 4 rregullore, 2 për sektorin bankar dhe 2 për sektorin e sigurimeve, po ashtu këtë vit planifikojmë të punojmë edhe në aspekt të produkteve dhe shërbimeve që lëshohen dhe lansohen dhe prej institucioneve mikrofinanciare apo institucioneve financiare jo bankare që janë të licencuara dhe mbikëqyrja nga ana e BQK-s. Me këto rregullore, institucionet financiare do të detyrohen të sigurojnë transparencë të plotë dhe trajtim të drejtë të ndaj konsumatorit, që përfshin zakonisht shpalosjen e çmimeve, qartësinë e kushteve qoftë para kontraktuale dhe kontraktualeve, përmbajtjen e reklamave, në mënyrë që kjo qasje synon që konsumatori të informohet në mënyrë të qartë, të saktë dhe të kuptueshme para se me marrë një vendim për pranimin apo marrjen e një produkti apo shërbimi financiar. Kjo kornizë do të rregulloj edhe qasjen në finance për kategorinë e personave të cenueshëm. Ne kemi një ligj për personat me aftësi të kufizuara, po kjo nuk do të thotë që veç ata, domethënë, nuk kanë vetëdijsim financiar të mjaftueshëm. Ka edhe shumë persona që nuk e kuptojnë mirë produktin dhe shërbimin financiar. Dhe për këtë qëllim, në këto rregullore, në këtë kornizë rregullative mbikëqyrëse kemi fut edhe qasjen e institucionit financiar ndaj këtyre kategorive, në mënyrë që të rrihet vetëdijsimi i tyre që ta kuptojnë produktin dhe shërbimin sa më mirë para se të vendosen për marrjen e produktit. Sa i përket edukimit financiar, një zhvillim shumë të rëndësishëm dua ta ceku se në vitin e kaluar kemi lansu platformën për krahasimin e produkteve dhe shërbimeve financiare, që ju mëson të gjithë klientëve dhe konsumatorë, qoftë fizik dhe juridik, që të krahasojnë produkte dhe shërbime financiare në aspekt të normës interesës, komisioneve të aplikuara dhe shërbimeve tjera që munden mi përdor, dhe në bazë kësaj platformit të
të na ndihmoj edhe neve si bankë qendrore, si regulator, që të rrisim transparencën edhe mundësinë e edukimit financiar sa më gjerë tek konsumatori. Gjithashtu dua të përmend se vitin e kaluar në muajin nëntor kemi në bashkëpunim me Forumin Kosovar për aftësitë kufizuar, shoqatën e bankave edhe Fondit Evropian për Evropën Juglindore, kemi realizuar fushatën ekonomia për të gjithë si javë e vëdësimit për personat me aftësitë kufizuar. Qëllimi i kësaj ka qenë mënyrë që personat të kuptojnë sa më shumë edhe sa më qartë produktet financiare, edhe ka qenë si lloj informimi që jemi të punu në kornizën rregullore mbikëqyrëse sa i përket kategorisë konsumatorëve të cenueshëm. Po ashtu, Banka Qendrore në kuadër të edukimit financiar ka kriju një kënd në gjuhën e shenjave që i përket kësaj kategorie, ku janë të publikuara gjitha materialet edukative sa i përket shpalosjes dhe kuptimit sa më të qartë të produkteve dhe shërbimeve financiare për këtë kategori. Në përmbyllit të kësaj, duhet të ceku se si BQK dhe si regulator i mbikëqyrës së të gjitha institucioneve financiare, vazhdojmë të mbesim të përkushtuar të avancojmë kornizën ligjore dhe mbikëqyrëse në atë aspekt mbrojtjes konsumatorit financiar, që të rrisim sa më shumë besimin dhe mbështetjen e financiare, sidomos edhe besimin e publikut në tregun financiar. Prandaj mirëpres shumë organizimin e kësaj tryeze nga si antare i Këshillit të Mbrojtjes Konsumatorit në atë aspekt të ngritjes së çështjeve që e prekun konsumatorit nga çdo aspekt, qoftë nga produktet tjera, qoftë nga produktet e shërbimeve financiare, dhe shpresojmë se që do të vazhdojmë të punojmë sa më shumë bashkërisht në aspekt të mbrojtjes së konsumatorit financiar. Ju faleminderit dhe ju dëshiroj një tryezë të mbarë dhe të suksesshme gjatë kësaj dite. Faleminderit shumë zonja Dërvari. Unë fillimisht shumë munova me potencu se dita e konsumatorit, java e konsumatorit është lëvizje e shoqërisë civile, kështu ka qenë prej fillimi, prej vitit 1962. Prandaj pjesë e agjendës janë edhe shoqatat, zoni i konsumatorit me këtë rast. Po, fjallën e ka zonja Dorentina Bekaj, një OJQ in-depth, njërë është dhe pjesë e Këshillit për mbrojtjen e konsumatorit. Po, Dorentina. Përshëndetje të gjithëve, e nderuara zonja ministre, të nderuar përfaqësues të institucioneve dhe ju gjithë të pranishëm. Jam Dorentina Beka Latifi nga Instituti për Politika Zhvillimore dhe është kënaqësi për mua me qenë pjesë e këtij paneli. Ne si INDEP tash e 6 vite jemi në kontakt të vazhdueshëm me konsumatorët tonë përmes faqes platformës tonë mbrojtësit e konsumatorëve si dhe web faqes konsumatorët.com. Gjatë punës tonë në platformë ne gjithmonë vazhdimisht marrim ankesa nga më të ndryshmet. Disa vetë që mojmë i cek janë pjesa më e madhe ankesa lidhur me mospërputjen e çmimeve në ark dhe me çmimet e ekspozuara në rafte, ku kjo çështje krijon edhe paqartësi dhe dëmton edhe besimin te konsumatorët. Gjithashtu kemi pranuar edhe ankesa për produktet ushqimore me afat të skaduar, si dhe të cilat janë afër skadimit që gjenden ende në shitje, edhe kjo është një shqetësim shumë serioz për siguri dhe shëndet të konsumatorëve. Gjithashtu vlen të cekët edhe që vazhdimisht marrim ankesa lidhur me faturimin e energjisë elektrike, ku qytetarët janë shprehin shqetësime shumë të larta dhe paqartësi në këtë llogaritje. Dhe gjithashtu njëra ndër ankesa më të mëdha, sidomos në kohën e fundit, kemi edhe me blerjet online, ku konsumatorët vazhdimisht janë të shqetësuar për vonesat e produkteve edhe mos përputhje në përshkrimin e atyreve produkteve. Këto ankesa besoj që tregojnë nevojën për monitorim më të madh të tregut, transparencë nga bizneset dhe forcimi mekanizmave institucional për mbrojtjen e konsumatorëve. Një falënderim shumë të veçantë dëshiroj t'ia bëj Departamentit për mbrojtjen e konsumatorit, të cilët na jemi urlidhse me ta
Të gjitha ankesat i delegojmë tek kjo. Për ushqime e kemi agjencionin e ushqimeve dhe veterinarisë. Gjithashtu e kemi edhe ankesa për tregun e telekomunikimeve që bashkëpunojmë zakonisht me Arkepen dhe mungesa e kuponave fiskal të cilët bashkëpunojmë me ATK, me administratën tatimore. Faleminderit. Faleminderit shumë zonja Beka. Fjalën e radhës e ka përfaqësuesi shoqatës jo qeveritare Alert.